Në 5 maj, ditën e dëshmorëve të Dheut, në Gjirokastër u zhvilluan një sër aktivitetesh në nderim të bijve dhe bijave të qytetit të Gurtë e të gjithë Shqipërisë që dhanë jetën në emër të idealit të lirisë dhe prosperitetit të vendit. Në varrezat e dëshmorëve në Gjirokastër u zhvilluan homazhet e rastit, ku përfaqësues të forcave politike, institucioneve publike, pushtetit vendor, organizatave të veteranëve, familjarëve të dëshmorëve, të rinj e të tjerë, vendosën kurora dhe buqeta me lule, si dhe u përullën me nderim dhe respekt në nderim të 496 dëshmorëve që Gjirokastra i ka dhënë vendit. Është dita në fakt ku ne nderojmë të rënët, dëshmorët e Dheut, djemt, vajzat, burrat dhe gratë edhe të bashkisë Gjirokastër, të cilët nuk kursien asgjë për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Është një ditë në fakt që edhe duhet të respektojmë pasardhësit e tyre, familjarët e tyre. Unë besoj që është një moment reflektimi edhe për ne, për gjithë, edhe sidomos edhe për pushtetin vendor, për të kujdesur më shumë edhe për këto vende në fakt që përtej vendit të përkujtimores është një vend ku ne duhet të edukojmë fëmijët dhe brezat për atë çfarë përfaqësojnë këta të rënë, lavdi dëshmorëve. Aktivitetet vazhduan me vizita në familjet e dëshmorëve, si dhe shfaqje në kineman e qytetit të filmit dokumentar Lufta e dytë botërore.